Në Shkodër, për herë të parë u kryen 2 ndërhyrje në zemër, duke shmangur hapjen e kraharorit dhe në udhëheqjen e ekografisë intravaskulare, pajisje që i mundëson kirurgu të shohë se sa e kalcifikuar është arteria dhe si është shpërndar kalciumi në të. Ndërhyrjet u kryen live në drejtimin e Aurel Toma dhe Florim Cuculi, të cilët drejtojnë shërbime të kardiologjisë në spitale europiane, së bashku me ekipin e kardiologëve intervencionues të spitalit rajonal, gjatë një konference shkencore, ku morën pjesë 80 mjek të njohur nga 3 vet shqipfolsa. Këto ishin 2 ndërhyrje të pacient që kishin arterje tepër të kalcifikuara. Një arterje kur është e kalcifikuar, ajo më vështirë hapet, edhe ndërhyrja bëhet pak më delikate. Për të kuantifikuar, për të parë sa është arterja e kalcifikuar, metoda më e mirë është të ketë një imazheri intravaskulare, do të thotë të shihet nga brenda arterjes të zemrës koronare që se sa kalcium ka edhe në çfarë mënyre është ai kalciumi i shpërndar. Kështu që deri tani kjo metodë nuk ka ekzistuar në Shqipëri që të përdoret imazheria intravaskulare. Për fat të mirë të 2 intervenimet kaluan mirë, edhe pacientët të 2 përfituan nga këto ndërhyrje që ishin goxha të ndalikuara. Pacienti që e trajtova unë ishte 60 vjeçar, edhe te ky pacient alternativa do kishte qenë operacion me bypass. Ky pacient i cilin trajtuam, u trajtuam me një stent dhe me një ballon me ilaç që është në një farë mënyrë një trajtim modern i cili do të ishte bërë në të njëjtën mënyrë në perëndim. Profesor doktor Florim Cuculi, shefi i kardiologjisë në qendrën e zemrës në Lusarn të Zvicrës, apelon për shtim të investimeve, me qëllim që ndërhyrje të tilla të aplikohen dhe në spitalet tona. Te unë në Lucen ky spektri pajisjeve është pak më i gjerë dhe unë do dëshiroja që të ketë po ashtu një nismë për krahje që edhe spitalet në Shqipëri të pajisen me material pak më të gjerë që mos e lënë mjekun në krizë. Ata i kanë pajisjet, ajo bëhet, por materiali, domethënë ai spektri materialit duhet zgjerohet edhe më pak që të jesh i përgatitur edhe për një eventualitet, duke patur një fotografi shumë të qartë nga brenda arterjes, domethënë kjo imazheria intravaskulare, ne arritëm ta trajtojmë pacientin edhe me atë material që ekziston në Shqipëri. Sepse e vlerësuam që kjo mund të bëhet, sepse ndonjëherë ti nuk mund ta vlerësosh atë thjesht nga pa pasur këtë imazhin intravaskular. Qëllimi është që mjekët në Shkodër edhe mjekët në gjithë Shqipërinë t'i bëjnë këta lloj ndërhyrje pa ndihmën tonë. Zemra mban vendin e parë në piramidën e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë. Sipas mjekëve, nevojat për ndërhyrje të tilla janë të shpeshta dhe në vendin tonë.